Fillojmë prej njeriu të parë. Çka është lut? Ademi alayhi salatu wassalam. Përse ka bon këtë lutje? Sepse ka bo gabim në xhenet që ka prek atë pemën. Allah ja ka ndaluar, Ademi e ka mbuluar lakmia, shejtani ka bon vezveset Ademi qysh në xhenet, me caktim të Allahut normal, caktimi i Allahut subhanahu wa taala, edhe mandej është bon shumë pishman, shumë pendua, e ka bo këtë dua. Rabbena dhalemna anfusena, o Zoti jon, ne e bëm dëm vetin ton, unë dhe Hava, dhalemna, zullum e bëm, se njeri në zullum i hin hak edhe vetës, bëm zullum neve vetit ton. O in lem taghfir lana, po ti nëse s'na i falë o Zot, edhe nëse nuk na mëshiron neve, lenekunenne minel khasirin, do t'jemi prej atyne që kanë me humbur. Allah i na rujt për një lakmi të dynjas, me hup ahiretin. Ose për një ideologji të gabushme, ose një filozofi, ose një pavarësisht çka. Dynjaja e lakmueshme është, mirë po Allahu xhalla xhelaluhu në ka sjellur Kur'anin famlart, librat sjellore her pas here kanë qenë, pejgambert vazhdimisht njëri pas tjetrin i ka zbrit që ta mbajnë udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Megjithatë, njerëzimi shumë ka devijuar. Edhe me numër më të madh janë Allahu na rujt xhenemlit. Numri më i madh është xhenemli, numri i xhenetit është më pak. Kurse prej ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe muslimanët para neve deri te Ademi alayhi salatu wassalam, ne jemi shumë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, në xhenet jeni 120 rreshta, 80 rreshta prej ummetit Muhammed alayhi salatu wassalam, inshallah edhe na jemi prej ummetit ton që jemi nga këta 80 rreshtat.